hup shumë se tash është menaxhimi financiar, të kuptimin pak shtrajtimi, pak skamja, pak tani pak jo kontrolla, bash po nisna pjesëmi sisteme 2-3 herë i thon për shembull, bab ma, haj se e di unë. Nuk bon me vëlla me po kantresa. Shumë keq është. Pse po mendon që po ndodhen? Abe, ka të lashe. Jo për tokë, jo për banes, jo anena, knena. Çto të lashe kanë qenë edhe në kohën e juve ma herët. Qysh i kanë zgjidh atëherë që s'ka pas? Po atëherë kanë zgjedhë me pleq. Kanë pleqnu e pleqt. Që kanë vendos pleqt, që ashtu e kanë bo. E tash pse ka hup komunikimi me ta është u prish. Populli jonë është i mirë, po jo më prish krejt. 101. Sa po ndikojnë edhe kushtet financiare? Ha? Sa po ndikojnë edhe kushtet financiare? Vallai kushtet bëll shtirë. Çka bo me 200-300 euro? A banesën, a bërlogin, a rrymen, a me hangër, a me pi. A është kjo edhe një prej arsyeve që piqon njerëzit e konflikte? Se di vallai çka më thonë. Shumë keq. Shteti sa po bën për? Shteti ku gjë, për gjatë vetë. Thamë për Bajramit që 100 euro, për rajnë. Ko thot po, ja. Cili shka mesazhi ju për shtetin, në lidhje me sigurinë e vendit? Se di që me thonë të motre jeme. A do të mju jep rëndësi ma shumë? Po budava, Që mos me mbri deri të henaj vjedh, henaj tjetëri qashtu. Aj tjetëri qashtu, s'ka kur gjë. Po vrasit e fundet që kanë Pak që të vrasit janë pak maramente dhe të kuptimi se pa përshkrushme, pak në kalon pa tekst, dyqys po mu jas me shprej, ato që duhet mu shpreje, pak sigurimi shtetënor që është pak në të kuptimi më parë pak me seriozitet edhe si policia mas pari me marrë me prioritet pak mu konë edhe civil, mu konë në rreth të kamerave edhe qëto digitali që janë të sigur për mi kontrolluar për shembull komunikacionin mi pas me kamera edhe me blica kështu në të kuptimin me pas si në perëndim janë keq çdo lagje ku është e kryetume është kamera janë edhe blicat. Sa mendon që ka hup durimi mes njerëzve? Ka hup shumë se tash është menaxhimi financiar të kuptimin pak shtrajtimi, pak skamja, pak jashti që po dalin shumë rinia, tani pak jo kontrolla, bash po nisna pjesëmi sisteme 2-3 herë i thon për shembull, bab ma, haj se e di unë. Në të kuptimi. Në kohën e mahershme ku ka pas konflikte, janë zgjedh mes njerëzve, kanë bisedu. Shumë. Tash pse po ndodh që është lehtë për me shku deri te çto veprimet ekstreme? Në ekstreme se pak po pak kontrolla tash e rinia e sotit me mentaliteti tyne sot është 90% me gjeneratën tonë. Neve me një fjalë na e na marr vesh, tash 100 herë i thue edhe thot na e din na ma mirë kjo rini për shembull që është në ekstrem. Në çdo aspekt i kanë kushtet 90% ma mirë se gjenerata jo. Shteti sa po bën për këtë siguri? Për këtë siguri ka është të bo shumë pak, ama shumë pak, as 1%. Mas pari në për shkolla s'kemi siguri. E vetëmja shkollë që ish me sigurit më të lartë ish e me Duraku. Që s'po mu ishin me pas qasja as në telefon, as në dalja, as që i kanë bo këtë tash me ligjin e ri këto vetë mërana adin.